Ajo quhet ndryshe bima e parave apo bima e fatit. Është një nga bimët më të dashura në botë, jo vetëm për pamjen e saj të bukur dhe jetën e gjatë, por dhe për simbolikën e fuqishme që ajo mbar. Në shumë kultura, ajo konsiderohet si një magnet për bollok, begati dhe sukses financiar. Por përveç kësaj, bima zhade, ose ndryshe krasula ovata, bima e lekut, ka dhe disa sekrete që çdo pronar duhet i di, përfshirë dhe faktin se mund të jetë e rrezikshme për qend. Le të zbulojmë së bashku historitë, legjendat, përfitimet dhe kujdesin e duhur si dhe paralajmërimet për këtë bimë të veçantë. Dëgjojeni videon deri në fund pasi do të themi shumë gjëra që nuk i keni dëgjuar më parë. Simbolika e bimës krasula ovata në kultura të ndryshme. Ajo është simbol i pasurisë dhe i begatisë dhe tërheqës i bollokut. Le t'i shohim me radhë. Simboli i pasurisë dhe i begatisë. Ajo është një simbol klasik i mirëqenies në kulturën kineze, sidomos në Feng Shui. Gjethet e saj të rrumbullakta dhe të trasha ngjasojnë me monedha, duke simbolizuar para, pasuri dhe stabilitet ekonomik. Tërheqës i bollokut. Vendosja e saj në zona të ndryshme të shtëpisë, siç është hyrja kryesore apo këndi juglindor që përfaqëson zonën e pasurisë, ndihmon në tërheqjen e energjisë pozitive dhe parave. Lidhja shpirtërore me suksesin. Në shumë kultura aziatike, kjo bimë është një dhuratë tradicionale për të uruar dikë për një biznes të ri, një shtëpi të re apo një fillim të ri në jetë. Përfitimet të bimës zhade për kujdesin financiar dhe mentalitetin e bollokut. Redukton stresin financiar. Kujdesi për bimën zhad ndihmon në uljen e stresit dhe nxit një ndjenjë qetësie dhe balancimi, e cila mund të ndikojë pozitivisht në vendimet financiare. Nxit disiplinën financiare. Bima është e qëndrueshme dhe kërkon kujdes minimal, duke reflektuar zakone të shëndetshme si kursimi dhe menaxhimi i mirë i burimeve. Inkurajon mendimin afatgjatë. Për shkak të gjatësisë së saj, bima zhade bëhet një kujtesë e përditshme për të mos kërkuar rezultate të menjëhershme, por për të ndërtuar një qëndrueshmëri financiare me kalimin e kohës. Përfitimet sipas Feng Shui. Si ta vendosni bimën për fat dhe para. Këndi i pasurisë. Juglindja. Zona e pasurisë në shtëpi sipas Feng Shui është këndi juglindor. Vendosja e bimës zhade atje besohet se tërheq bollok dhe stabilitet financiar. Hyrja e shtëpisë. Një bimë zhade pranë derës kryesore thuhet se fton fatin dhe begatin të hyjë në shtëpinë tuaj. Zyra apo ambienti i punës. E vendosur mbi tavolinën e punës, bima zhade ndihmon në tërheqjen e suksesit profesional dhe financiar. Si të kujdeseni për bimën zhade që të lulëzojë dhe të tërheqë prosperitetin. Zgjidhni një bimë të shëndetshme. Zgjidhni një zhade me gjethe të trasha, me ngjyrë të gjelbër të thellë dhe pa njolla. Ndriçim optimal. Vendosini në një vend me dritë të ndritshme, por jo rreze direkte të forta. Një dritare lindore ose jugore është ideale. Ujitja e kontrolluar. Ujitni kur toka do të jetë plotësisht e tharë. Mos e ujitni tepër, bima mund të kalbet lehtësisht në rrënjë. Temperatura ideale, midis 13 dhe 24 gradë Celsius. Mbroni nga temperaturat ekstreme dhe ngricat. Plehërimi i balancuar. Përdorni një pleh të tretshëm në ujë për sukulent çdo 4 deri në 6 javë gjatë pranverës dhe verës. Krasitja. Krasitja ndihmon në stimulimin e rritjes dhe mban formën estetike të bimës. Stresi i kontrolluar për lulëzim. Në tenxhere kufizoni në tenxhere. Paralajmërim. Bima zhade është toksike për qend, ndërsa bima është e dashur për njerëzit, është e rrezikshme për kafshët shtëpiake, veçanërisht për qend. Pse është toksike? Toksina specifike në bimë nuk është identifikuar plotësisht, por dhe sasi të vogla të golltitura mund të shkaktojnë probleme serioze shëndetësore.
Simptomat e helmimit tek qend: të vjella, letargji ose përgjumje e tepërt, diare, humbi oreksi, çrregullime në ecje dhe koordinim. Çfarë duhet të bëni nëse dyshoni se qeni juaj ka konsumuar bimën? Hiqni çdo pjesë të bimës nga goja e qenit. Kontaktoni menjëherë një veteriner. Mbani në vëzhgim qenin për çdo shenjë të përkeqësimit. Si të mbroheni? Këshilla për shtëpi të sigurta për kafshët. Vendosni bimën zhade në vende ku qeni nuk mund t'i arrijë. Përdorni mjete mbrojtëse ose barriera për kafshët shtëpiake. Edukoni familjen dhe miqt për rrezikun. Zëvendësoheni me bimë jo toksike si fieri i bostonit, bima merimang ose spider plant, palma areca e të tjerë. Bima e lekut, Crassula ovata, është më shumë se një element dekorativ. Ajo përfaqëson qëndrueshmërinë, mirëqenien dhe shpresën për një të ardhme të begatë. Po me këtë energji të bukur vjen dhe përgjegjësia për të mbajtur të sigurt të gjithë pjesëtarët e shtëpisë, përfshirë dhe ato me 4 putra. Kujdesuni për bimën tuaj, i jepini dashuri, i jepini dritë, i jepini kohë dhe në këmbim ajo mund të sjellë paqe, begati dhe ndoshta pak më shumë fat. Tani do të ndiqni një udhëzues të plotë për kujdesin ndaj bimës zhade Crassula ovata. Bima zhade, e njohur si bima e parave apo bima me fat, është një sukulent shumë i dashur për shkak të pamjes së saj tërheqëse dhe lehtësisë në mirëmbajtje. Për të ndihmuar që ajo të rritet e shëndetshme dhe të lulëzojë, ja çfarë duhet të dini. Kërkesat për dritë. Dritë e ndritshme dhe e tërthort është më e mira për këtë bimë. Ajo mund të përballojë pak diell të drejtë, sidomos në mëngjes ose në pasditën e vonshme. Në ambiente të brendshme vendoseni pranë një dritari që përballet me jugun dhe siguroni që të marrë 4 deri në 6 orë dritë në ditë. Në ambient të jashtëm preferon hije të pjeshme ose diell të plotë, pavarësisht nga klima. Në zona shumë të nxehta, mbrojeni nga dielli i mesditës. Temperatura dhe lagështia. Temperatura ideale gjatë ditës është 18 deri 24 gradë Celsius, ndërsa gjatë natës mund të zbresë deri në 10 gradë Celsius, por mos e ekspozoni bimën ndaj ngritës. Lagështia mesatare e brendshme është e mjaftueshme, pasi ajo është përshtatur për mjedise të thata dhe nuk kërkon lagështi të madhe. Ujitja. Ujitni thellësisht, po rrallë. Pritni që bima të thahet plotësisht përpara ujitjes së radhës, për të shmangur kalbjen e rrënjëve. Në dimër, bima hyn në gjumë dhe nevojat për ujë bien ndjeshëm. Ujitini vetëm aq sa të mos rrudhen gjethet. Toka dhe mbjellja. Toka e drenazhuar mirë është thelbësore. Përdorni një përzierje përkaktuse ose përzieni dheun e zakonshëm me rër në raportin 2:1. Zgjidhni vazo me brima gjatë shkarkimit të grumullimit të ujit. Vazo terrakot janë ideale për tharje më të shpejtë. Rimbilleni çdo 2 deri në 3 vjet ose kur shihni se rrënjët po mbushin vazën. Krasitja dhe formimi. Krasitja ndihmon në formimin e bimës dhe stimulon degëzimin. Përdorni gërshërë të mprehta për të hequr gjethet të dëmtuar apo degë të zgjatura. Për një formë më të dendur, mund të shkulni majet e reja të rritjes për të nxitur degëzimin lateral. Plerat më të mira për bimën zhade. Gjatë sezonit të rritjes pranverë-verë, përdorimi i pleut ndihmon në zhvillimin optimal të bimës. Gjatë vjeshtës dhe dimrit ndaloni ose reduktoni ndjeshëm fertilizimin. Çfarë lloj plerash rekomandohen? Zakonisht duhet të përdorni plera përkaktuse ose sukulent. Ato përmbajnë më pak azot dhe ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit të rritjes pa e tepruar me gjethe. Plera të balancuara të lëngshme, një herë në muaj gjatë sezonit të rritjes. Plera organike, ku përfshihen çaj komposto, emulsione peshku ose alga shdeti të tretura në ujë që aplikohen një herë në muaj. Ato gjithashtu përmirësojnë strukturën e tokës në mënyrë natyrale. Këshilla për një bimë zhade të shëndetshme. Mos e ujisni tepër, është shkaku më i zakonshëm i sëmundjeve të zhades. Siguroni ndriçim të mjaftueshëm, ndihmon në mbajtjen e formës së kompaktuar
dhe ngjyrës së bukur të gjetheve. Kontrolloni për dëmtues, si mushkonja e bardhë, merimanga apo insektet e tjera. Në rast infektimi, përdorni vaj nem ose sapun insekticid. Rrotulloni bimën her pas here për të siguruar që drita të shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe të rritet në mënyrë simetrike. Fshini gjethet për të hequr pluhurin dhe për të përmirësuar përthithjen e dritës. Lulja e lekut, legjenda dhe fuqia e fshehtë. Në lashtësi, në një fshat të vogël kinez, jetonte një fermer i varfër. Një ditë ai gjeti një bimë të çuditshme që rrinte në anë të rrugës, me gjethe të trasha dhe të shndritshme. Vendosi ta marrë në shtëpi. Pas asaj dite, fati i tij ndryshoi. Puna ecste mirë, paratë nisën të rritnin dhe njerëzit filluan ta vizitonin për ta pyetur: "Çfarë ndodhi?" Ai u përgjigj me thjeshtësi: "Gjithçka nisi kur solla këtë bimë në shtëpi." Ku do ta vendosin? Në hyrje të shtëpisë, që paratë të hyjnë dhe të mos ikin. Në anën jugëlindore të shtëpisë ose zyrët, që njihet si zona e pasurisë. Afër kasës apo kutisë së kursimeve për të rritur rrjedhjen e të ardhurave. Kujdes! Mos e vendos në banjë, se pasuria shpëlahet. Kujdesu të jetë gjithmonë e gjelbër dhe e shëndetshme. Bimët e vyshkëra sjellin bllokim të energjisë. Thuhet se kur e merr dhuratë, sjell më shumë fat sesa kur e blen vetë. Lulja e lekut nuk është vetëm një bimë, ajo është një kujtesë e përditshme që energjia e mirë, qëllimi pozitiv dhe kujdesi për ambientin ku jetojmë mund të na sjellin bollëk, harmoni dhe fat. Të nderuar miq, këto ishin kuriozitete për bimën Krasula ovata, lulen e lekut ose zhade. Nëse ju ka pëlqyer, ju lutem bëni like dhe shpërndajeni këtë video. Mos harroni të abononi në kanalin ton për të ndjekur çdo video. Faleminderit për kohën tuaj.